Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Prefektja e qarkut Gjirokastër Albana Hasanaj bën të ditur se situata nga moti i keq është kryesisht e qëndrueshme me disa rrëshqitje derash në cepo dhe lungëri, por rrugë të kalueshme. 5 fshatrat e zonës së Rëzës në Dropull, ku jetojnë mbi 600 banor, rrezikonin izolimin pas dëmtimit të urës së Glinës. Fal ndërhyrjes së menjëhershme, po hapet një bypass mes Glinës dhe Nepravishtës për të rikthyer qarkullimin. Reshjet intensive të ditëve të fundit vunë në provë restaurimin e monumenteve kulturore, të cilat i rezistuan plotësisht kushteve të vështira. Fal ndërhyrjeve profesionale dhe respektimit të arkitekturës origjinale, urat e kategorisë së parë përballuan pa dëmtime prurjet e mëdha të lumenjve, duke dëshmuar qëndrueshmërinë dhe rëndësinë e restaurimit të tyre. Mandarinat e Konispolit po rrezikohen seriozisht pasi vonesa në dalje në treg mund të sjellë dëme të parikuperueshme për fermerët. Deputeti Ardit Bido dhe kryetari i Bashkisë Konispol Ergez Dule theksojnë se prodhimi është i certifikuar me analizat akredituara nga shteti dhe i kultivuar sipas të gjitha standardeve. Ju njohim tani më gjërësisht. Prefektja e qarkut të Gjirokastër Albana Hasanaj bën të ditur se situata nga moti i keq është kryesisht e qëndrueshme, me disa rrëshqitje derash në cepo dhe lungëri, por rrugë të kalueshme. Sipas saj, aksi Kolonj Golem vijon të jetë i bllokuar, ndërsa kompania kontraktore punon në teren. Në Tepelen ka probleme me furnizimin me energji në fshatrat Peshtan dhe Kodër. Rreshtit e dendurat të ditëve të fundit kanë vënë në lëvizje strukturat e qarkut Gjirokastër, të cilat vijojnë monitorimin e situatës në terren. Sipas prefektes së qarkut, Albana Hasanaj, problematikat më të shfaqura lidhen me shkarje dherash në disa akse rurale, si dhe bllokim të përkohshëm të disa rrugëve dytësore, ku kompanitë kontraktore kanë ndërhyrë menjëherë dhe po punojnë në terren për sistemimin e tyre. Sasia e madhe e rreshjeve të rëna gjatë këtyre ditëve ka shkaktuar edhe problematika të shumta në zonat rurale, në Bashkinë Gjirokastër dhe konkretisht në njësinë administrative Picar, njësinë administrative Cepo dhe njësinë administrative Lungëri. Për njësinë administrative Picar kemi rrugën Kolonj Golem, e cila gjatë gjithë kësaj periudhe është shoqëruar me shkitje të dherave dhe informoj se kontraktorët janë në terren për të eliminuar gjithë problematikat. Lidhur me njësinë administrative Cepo është rruga e Fushbardhës, e cila në mënyrë të vazhduar ka patur rënje të dherave. Në të njëjtën kohë, njësitë e vetëqeverisjes vendore janë duke u marrë me problematikat për t'i dhënë një zgjidhje sa më imediate situatës dhe për ta bërë rrugën të kalueshme nga gjithë popullata e zonës. Një tjetër problematikë aktuale për qarkun Gjirokastër mbetet edhe ura e Glinës, e cila ndodhet në Bashkinë Dropull. Kjo urë ka nevojë për ndërhyrje më të specializuara dhe momentalisht është e pamundur ndërhyrja për shkak edhe të nivelit të madh të prurjeve të lumit Drino. Gjithsesi, për të eliminuar këtë problematikë është duke u punuar me aksin dytësor Glin-Nepravisht. Prefektja Hasanaj bën me dije se të gjitha bashkitë e qarkut janë në katishmëri dhe se grupet e emergjencave civile po vijojnë monitorimin deri në stabilizimin e plot të motit. Për sa i përket furnizimit me energji elektrike, qarku i Gjirokastrës ka patur problematika, por jo problematika të theksuara. Ne është punuar gjatë gjithë kësaj periudhe për ndërhyrjen të menjëhershme nga ana e OSHE-s dhe për sistemimin e gjitha problematikave të ndodhura në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Lidhur me akset kombëtare, gjatë gjithë kësaj periudhe kanë qenë të kalueshme me problematika të vogla, të cilat janë marrë në konsiderat dhe janë trajtuar në mënyrë të menjëhershme nga kontraktorët përgjegjës për segmentet caktuara të rrugës. Ndërkohë, strukturat vendore ju bëjnë apel banorëve të shmangin lëvizjet e panevojshme në akset që paraqesin rrezik dhe të raportojnë për çdo problem tek autoritetet përgjegjëse. 5 fshatrat e zonës së Rëzës në Dropull, ku jetojnë mbi 600 banor, rrezikonin izolimin pas dëmtimit të urës së Glinës. Fal ndërhyrjes së menjëhershme, po hapet një bypass mes Glinës dhe Nepravishtës për të rikthyer qarkullimin. Në punime janë angazhuar mjetet e Bashkisë Dropull dhe Libohov, si dhe të bizneseve private. Kjo ndërhyrje pritet të sigurojë lëvizjen e pandërprerë për komunitetin. Prej disa ditësh ura e fshatit Glinë në Bashkinë Dropull është dëmtuar rënd si pasojë e rreshjeve intensive dhe të fryrjes së lumit Drino.
rritja e ndjeshme e nivelit të ujit ka shkaktuar dëmtime serioze në kolonat mbajtëse të urës, duke e bërë ato të paqëndrueshme dhe të pakalueshme. Si rezultat, 5 fshatra të njësisë administrative të Dropullit të Sipër janë tashmë të shkëputur nga pjesa e poshtme e zonës, duke krijuar vështirësi shqetësuese për qarkullimin e banorëve. Nën kryetari i bashkisë Dropull Panajot Dhefto deklaron se dëmtimet konsiderohen të rënda dhe me pasoja të mëdha për të gjithë fshatrat e zonës. Ai thekson se Komisioni i Emergjencave Civile në bashkinë në Dropull Pogon ka marrë masa urgjente për të rehabilituar rrugën dytësore që lidh fshatin Glin me rrugën e fshatit Sektor Nepravisht, një aks me gjatësi 3.5 kilometra për të mundësuar rikthimin e qarkullimit për banorët e zonës. Rreshtet e dendurave të datave 19, 20 dhe 21 nëntor në lumin në drino të zonës e Dropullit ka bërë që në shtratën e tij të rritet frikshme niveli ujit, duke sjell dëmtimin e 2 pilave të urës. Do thoshim që është një dëmtim serioz dhe do sjell dhe probleme të mëdha në gjithë fshatrat e kësaj zone. Komisioni i Emergjencës Civile të bashkisë të Dropullit dhe Pagonit, duke vlerësuar në vend situatën, ka marrë masa që të rehabilitojnë rrugën ditësore nga fshati Glin deri në fshatin Sektor Nepravisht, një rrugë me gjatësi 3.5 kilometra dhe me gjatësi 6 metro, për të bërë të mundur rivendosjen e qarkullimit të mjeteve, të gjitha llojet të mjeteve që kanë lidhje me të gjitha bizneset e kësaj zone, po kështu edhe komunikimin me gjithë fshatrat e kësaj zone. Duhet theksuar që në këto 5 fshatrat e kësaj zone, popullsia rezidente është 600 deri në 700 banorë që kanë nevoja emergjente të përdyshme. Dëmtimet e urës janë të pariparueshme, kërkohet një urë e re, mundësitë financiare, investimet për këtë urë duhet të jenë në nivel të konsiderueshëm. Bashkia e Dropullit në pamundësi për të partur të gjitha këto mjete financiare, kërkon dhe ndihmën e shtetit për të bërë një urë të re dhe për të vendosur një komunikim dhe qarkullim normal. Punimet në rrugën alternative ka nisur prej 3 ditësh dhe deri më tani ka përfunduar ndërtimi i rreth 200 metrave. Puna vijon çdo ditë me qëllim përfundimin sa më shpejt të aksit që do të shërbejë si zgjidhje e përkohshme. Aktualisht punimet kanë filluar në rrugën ditësore, kemi 3 ditë që kanë filluar punimet në rrugën ditësore dhe është bërë në një distancë, deri tani kemi arritur në një distancë deri në 200 metro. Punohet çdo ditë me orar të zgjatur që sa më shpejt të bëhet kjo rrugë ditësore për të vendosur qarkullimin e zakonshëm. Kjo është zgjidhje e përkohshme për arsye se niveli toka është tokë bujqësore, që nuk është e qëndrueshme dhe do krijojë probleme të vazhdueshme në qarkullimin e mjeteve të rënda. Megjithatë, rruga dytësore që po shfrytëzohet aktualisht kalon përmes tokave bujqësore dhe nuk është një zgjidhje afatgjate, pasi tereni nuk garanton stabilitet. Autoritetet vendore theksojnë se dëmtimet e urës së Glinës janë të pariparueshme, duke kërkuar ndërtimin e një ure të re, çka kërkon investim të konsiderueshëm. Bashkia e Dropullit apelon për mbështetje nga qeveria qendrore për të garantuar një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë për të gjithë banorët e zonës. Rreshjet intensive të ditëve të fundit vu në provë restaurimin e monumenteve kulturore të cilat i rezistuan plotësisht kushteve të vështira. Falë ndërhyrjeve profesionale dhe respektimit të arkitekturës origjinale, urat e kategorisë së parë përballuan pa dëmtime prurjet e mëdha të lumenjve, duke dëshmuar qëndrueshmërinë dhe rëndësinë e restaurimit të tyre. Falëndërhyrjeve restauruese të kryera në urat monument kulture të kategorisë së parë apo të dytë në qarkun e Gjirokastrës, nga ura e Kordocës, ura e Glinës e Haskovës në Gjirokastër përmete më gjerë, rreth 20 vepra historike, po i përballojnë pas një dëmtim prurjet e shumta nga lumenjt gjatë këtyre ditëve mereshje. Drejtoria Rajonale të Shërbimit Kulturor Gjirokastër, në bashkëpunim me gjithë stafin, ka kryer monitorim të vazhdueshëm gjatë këtyre ditëve të mereshje të ndërvashju në të gjitha monumentet e kulturës, të cilat janë administrimin e DRTK Gjirokastër. Konkretisht neve
kemi mbajtur në monitorim urat, sepse edhe rreshtet e dënura të shiut dhe ngritja e lumej me drinu apo vjos, ka sjellë edhe mundësinë e ndonjë rrezikshmërie në disa prej urave monument kulture, siç është ura e Kordocës, një urë goxha e madhe, apo dhe ura e Beqishit në Tepelen. Edhe ura e Leklit dhe ura e Dragotit, të cilat janë monumente kulture kategori 2, janë mbajtur në monitorim. Nga informacionet e deri tanishme, ne nuk kemi patur asnjë problematik në këto monumente. Ndërkohë, problematika e vazhdueshme ndodhet në qendrën historike të qytetit Gjirokastës, ku ne kemi disa banesa të cilat janë në rrezik shëmbje dhe mbahen në kontroll për të mos dëmtuar objektet përreth apo dhe kalimtarët, ndërkohë që na DRTK-ja marrin masa provizore në mënyrë të herpastërshme për të evituar shëmbjen e tyre apo agravimin më të shëmtuar të situatës së këtyre objekteve. Sipas të dhënave paraprake, problematik mbeten banesat brenda zonës historike, edhe pse rreshjet nuk sollën dëmtime madhore. Në banesa nuk është se ka agravuar situata, ato banesa janë aty prekohësh, të cilat kanë patur dëmtime apo janë të dëmtuara për shkak të mos banimit nga asnjë njeri. Në qarkun e Gjirokastrës numërohen rreth 500 objekte të shpallura monument kulture të kategorisë së parë ose të dytë. Mandarinat e Konispolit po rrezikojnë seriozisht pasi vonesa në dalje në treg mund të sjellë dëme të parikuperueshme për fermerët. Deputeti Ardit Bido dhe kryetari i Bashkisë Konispol Ergez Dule theksojnë se prodhimi është i certifikuar me analiza të akredituara nga shteti dhe i kultivuar sipas të gjitha standardeve. Ata kërkojnë ndërhyrjet e menjëhershme të Ministrisë së Bujqësisë për të mbrojtur këtë prodhim me cilësi të lartë dhe për të garantuar që puna e një viti të mos shkojë dëm. Rreshjet e shumta të ditëve të fundit konsiderohen si sulmi i dytë mbi prodhimin e mandarinave të Konispolit. Në krah të fermerëve është gjendur në mënyrë të përsëritur deputeti Ardit Bido, i cili është solidarizuar me shqetësimin e tyre për mbylljen e tregut nga sulme që ai ka vlerësuar abuzive dhe duke mos marrë parasysh pastërtinë e prodhimit. Mandarinat janë dëmtuar edhe nga rreshjet të shumta, të cilat kanë shëmbytur fushat e Bashkisë së Konispolit, duhet ndërhyrje e menjëhershme. Situata e përmbytjes edhe të fushave të Konispolit, shprehet Bido, e bën edhe më urgjente mbështetjen e fermerëve të mandarinës dhe mbrojtjen e tyre nga sulmet e grosistëve dhe nga moti. Të gjitha analizat deri më sot tregojnë se mandarinat janë ashtu siç duhet për tregun shqiptar dhe për tregun e huaj, dhe ndërkaq ka nevojë që sot të ndërhyjë Ministria e Bujqësisë në mënyrë që këto mandarinat shiten në çmimin që u takon fermerëve të zonës, të cilët kanë një vit që prodhimin e tyre presin ta shesin sot pa ndërhyrje të padrejtë nga grosistët e mëdhenj jashtë kësaj zone, të cilët duan të ulin artificialisht. Të paktën 1/3 e tokave të Konispolit janë përmbytur, në to përfshihen edhe të mbjella me mandarina, thotë Ergez Dule, kryetari i Bashkisë së Konispolit. Ai paralajmëron se do të ishte fatale nëse në këto kushte prodhimi i mandarinës do të mbetej në fushë dhe nuk do të jepet tregut një prodhim që përmbush gjithë parametrat e cilësisë, provuar edhe me analizat përkatëse. Produkti mandarinës është i produkt që me gjithë këto shira, me gjithë këto rëmbime dhe përmbytjen, nëse nuk shitet brenda këtyre 10 ditëve, atëherë pasojat do të jenë fatale për fermerët, sepse gjithë ky produkt kalbër. Në lidhje me pesticidin, fermerët e kanë bërë atë që duhet bërë, janë pajisur me analizat përkatëse nga laboratorët akredituar nga shteti shqiptar, asnjë nga analizat e kryera nuk rezultojnë me mbetje. Kështu që konsumatori shqiptar apo dhe i huaj duhet ta konsumojë pa frikë, sepse është një produkt i prodhuar me djellse me mund nga fermerët e kësaj zone, e vetmja gjë që di të bëjnë është të prodhojnë me cilësi. Gati 1000 fermerët e agrumeve në Bashkinë e Konispolit, ashtu siç kanë investuar gjatë gjithë vitit për të patur prodhim të mbar, japin edhe të gjitha siguritë se ky prodhim është i pastër nga mbetjet kimike dhe i shëndetshëm për t'u konsumuar. Punimet për argjinaturën e lumit Bistric po shkojnë drejt fundit duke siguruar rikthimin e funksionimit të saj dhe mbrojtjen e banorëve të Çukës. Rreshjet e ulta të ditës kanë mundësuar shtimin e materialeve në vendçarjet e argjinaturës, duke përshpejtuar punën. Nga 800 hektar të përmbytura në fushën e Vurgut, tashmë në ujë janë më pak se 300 hektar.
Në ditën e 7 të punës për eliminimin e pasojave të shirave të rrëmbyeshëm, argjinatura e lumit Bistricë në Çuk të Sarandës po shkon drejt riparimit dhe rikthimit në funksion të plot. Drejtori i shërbimeve publike në bashki Joli Odine thot se forcat e bashkisë Sarandë, ato të ushtrisë dhe bordit të kullimit po punojnë intensivisht për rehabilitimin e kësaj vepre. Jemi duke punuar nga zona e Çukës për riparimin e çarjeve në argjinaturën e basenit të lumit Bistrica. Kemi arritur të bllokojmë kufirin minimal të kalimit të ujrave, duke minimizuar rreziqet. Shpresojmë që brenda pak orëve të hitim nivelin e bazave që hidhen në katër çarjet dhe po punojmë intensivisht me gjitha forcat tona në bashkëpunim me efektivin e forcave të armatosura, me institucionin e bordit të kullimit, natyrisht institucionet e reja të bashkisë Sarandë, po edhe institucionet tjera mbështetëse. Rreshjet në sasi të ulura gjatë ditës së sotme kanë krijuar mundësi që të punohet intensivisht, duke shtuar sasinë e bazës së inerteve të hedhura në vendçarjet e argjinaturës. Rreshjet ditën e sotme kanë qenë deri në këtë moment në nivele të ulta, duke ulur dhe sipërfaqen e përmbytjeve. Njëkohësisht nga ana tjetër, qytetarët kanë filluar të raportojnë dëmet me qëllim që me ngritjen e grupit të punës në orët në vazhdim të fillojë dhe evidentimi i gjithë problematikave, i gjithë dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e javës së fundit. Jemi ditën e 7 të punës dhe po punojmë intensivisht që brenda disa orëve ose brenda 48 orëve të ardhshme të kemi arritur të bllokojmë gjitha çarjet e argjinaturës. Nga ana e Bedeneshit është bllokuar e gjithë çarja dhe argjinatura është në funksion të plot, por pavarësisht këtyre punëve të para, në vazhdim nga ana e bordit të kullimit dhe institucioneve të tjera, do vazhdoj puna për riparimin total dhe investimin në argjinaturën e basenit të lumit Bistrica. Pas punës disa ditore rehabilituese rezulton që nga 800 hektar të përmbytura në fushën e Vurgut, nën ujë janë tashmë më pak se 300 hektar, ndërkohë që puna vijon deri në rehabilitimin e plot. Pavarësisht kufizimeve fizike, Sazan Sadiku nga Këlqyra ka ndërtuar një jetë mbushur me vullnet dhe profesionalizëm. 50 vjeçari i cili prej vitesh punon si specialisti tatim taksave në bashki, është shembull i njeriut që nuk lejon që kufizimet të përcaktojnë jetën. Në një botë ku shpesh njerëzit paragjykohen nga pamja jashtme, Sazan Sadiku ka mësuar të ngrihet mbi çdo vështrim kurreshtar që i drejtohen gjatësisë së tij trupore. Sot ai punon në bashkinë e Këlqyrës si specialist i tatim taksave të njësisë administrative Dëshnicë, ku me profesionalizëm i shërben komunitetit të tij. Me një personat si kufizuara është pak e vështirë në këtë, pse se ka vështirësi trupore, domethënë që ndjen janë po falë punës, e kaloj pak më lehtë dhe pranë shoqërisë që rrethohet, e kaloj pak më lehtë. Domethënë këtë pjesë, nuk e ndjej shumë. Kurse aftësitë mia kam qejf të i bëj, domethënë të jap ndihmë të gjithë, domethënë për aq sa kam njohuri, të ndihmoj të gjithë, domethënë për aq sa kam njohuri të mia. Nuk dua që nesër pas nesër shkuam tek një person me akuzuar dhe nuk gjetëm dot zgjidhje. Unë përpiqem me mishën e shtëpisë që të jap zgjidhje gjërave. Edhe pse ka mësuar t'i buzëqesh jetës dhe të eci përpara, Sazani tregon se ka momente kur bullizimi e prek dhe e lëndon. Bullizimin e ndjejnë nga disa njerëz, që janë të rritur me një mentalitet shumë të ngushtë, duke i thënë fëmijës që shko, i thënë fëmijës shko atë xhuxhin e vogël. Kur fëmija është një krijesë që e shikon vetë dhe edhe në qoftë se mund ta thot fëmija është diçka e natyrshme se i bën kurioz edhe ecja ime apo dhe shtatlartësia ime. Kurse te pjesa e të rriturve është diçka që ja imponon fëmijës. Unë tek të rriturit pak a shumë i larg fëmijëve u them që pse duhet ta bësh atë veprim. Kurse tek fëmija e marr me të qeshur me sportivitet, i them hani buk, kaloj ani xhaxhi, hajtë matemi kush është më i madh. Pengu i vetëm, siç thot ai, është se nuk ka arritur ende të krijojë një familje. Po në brendësinë në veten time, domethënë unë e vuaj shumë, në këtë pjesë ne mendoj do të kisha krijuar një familje, do të kisha krijuar, mendoj shumë, mendoj me ikjen me largimin e prindërve, jeta bet, me pak më vështirë se mendohesh të ndahesh.
Megjithatë, çdo ditë Sazani shërben komunitetit këlqyriot me përkushtim të plot, duke u bërë shembull i forcës, profesionalizmit dhe humanizmit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.